U rikthehemi sërish në studio, gjithmonë në pjesën e dytë, siç e potencova edhe më herët, jemi me të ftuarit tanë special ku ne mundohemi të trajtojmë tema të ndryshme dhe tema të aktuale. Netët kulturore islame dhe shkolla verore kanë ofruar ligjërata aktivitete edukative, kulturore dhe sociale për të rinjë dhe besimtarët. Manifestimi i përmbyllës shënon kurorëzimin e këtij programi duke reflektuar mbi rezultatet e arritura dhe rëndësinë e vazhdimit të iniciativave që forcojnë edukimin, kulturën dhe vlerat islame në shoqëri. Programi organizohet nga Myftinia e Shkupit dhe sot me mua në studio kemi Berat Sadikun, referenti i Myftinisë së Shkupit. Mirë se erdhët, i nderuar në emisionin e mëngjesit Ritmi i ditës. Mirë se ju gjetëm, fillimisht faleminderit për ftesën shumë. Ndihem shumë i lumtur që të jem pjesë e këtij programi të Ritmit të ditës, ku shpresojmë që do të kemi një bashkëbisedim dhe do mundohemi të japim disa informata në lidhje me rrjedhojen e shkollës verore, një aktivitet, një punë e cila ka qenë mirëpritur nga shoqëria dhe nga shumë njerëzit dhe ne pikërisht jemi shumë të lumtur për këtë pjesë. Mund të na thoni të flasim për aktivitetin. Sa vite ka që organizohet një aktivitet i tillë që realizohet, të themi, kjo shkollë verore në kuadër të Myftinisë së Shkupit? Në çdo projekt që e përgatisim, qëllimi kryesor është që atë të shndërrojmë që të bëhet në mënyrë tradicionale, dhe kjo është viti i tretë me radhë që ne e organizojmë shkollën verore 2026, projekt i Myftinisë së Shkupit në krye me Dr. Kenan Efendi Ismailin. Këtë vit, për dallim nga vitet tjera, i ka disa risi dhe disa ndallime. Një ndër atyre kryesore është interesi i madh i nxënësve dhe e kemi arritur një numër të konsiderueshëm, pra ne 3 vite radhëzi jemi duke vazhduar me shkollën verore që këtë vit e kemi titulluar me moton për një të ardhme të ndritur. Shumë mirë. Si zhvillohet procesi i regjistrimit të nxënësve dhe sa zgjat ky regjistrim? Që nga dita e parë, ku ne me 1 qershor e kemi bë shpalljen dhe konkursin, ka patur telefonata të shumta dhe interesim tepër i madh, ndërsa datat e regjistrimit kanë qenë me datën 9, 10 dhe 11 tek zyret Bezisten në qarqinë e Shkupit. Këtu njëkohësisht kemi pas edhe një gjë që prindërit të jenë në prezencë në momentin që e bëjmë regjistrimin, pasi që për herë të parë ne ku njoftohemi, ku takohemi aty me prindin, edhe për me i tregu, edhe për me njoftu për rrjedhojen e programit, se si do të zhvillohet, po njëkohësisht që ne edhe kemi në formularin e mbushur aty deklarata e prindërit, pasi që këtë e vlerësojmë që të jetë me vullnet të lirë dhe me dëshirën e tyre. Për këtë arsye, 3 ditë radhëzi ne i kemi pritur kandidatët dhe kanë ardhur dhe janë regjistruar tek zyret Bezisten në qarqinë e Shkupit. Në qarqinë e Shkupit. Ju e potencuat që nga 1 qershori, domethënë kanë filluar nxënësit të regjistrohen në Bezisten në qarqinë e Shkupit. Sa është kohëzgjatja e shkollës verore dhe çfarë përfshihet në programin e kësaj shkolle? Shkolla verore zgjat 4 javë, pra është 1 muaj. Dhe brenda programit të saj, ne për çdo vit mundohemi me bë modifikime, me bë risinë e ta. Mirë po gjëja kryesore që kemi për qëllim me u përcjell nxënësve, me u përcjell edhe familjarëve dhe atyre të cilët e ndjekin shkollën verore, padyshim që është që ne të kultivojmë vlera, me të cilën nesër dikur kur të bëhemi pjesë aktive e shoqërisë, ato vlerat të cilat neve i kemi mbledh, i kemi përfituar dhe në mësimet të cilat janë zhvilluar brenda shkollës verore të jenë të aftë që edhe në jetën e tyre ata t'i aplikojnë dhe t'i zbatojnë këto. Padyshim që ne asesi nuk e mohojmë dhe nuk e jemi si një alternativ e mësimit formal, nga se ne jemi plotësisht të pajtuar me atë, mirë po afër mësimit formal, kemi ndjejë që është një nevojë e madhe në shoqëri edhe për arsimin jo formal. Dhe kjo ka qenë edhe si një mundësi për ne që nëpërmjet kësaj shkollës verore ta kemi të mundur që të kemi qasje drejt për drejt
edhe me familjarët, por edhe me nxënësit e tyre, dhe kjo na bëhet e mundur nëpërmjet shkollës verore. Sa i përket programit të brendshëm, një ndër prej asaj është që është ndarë pra në Koran, në mësim besimin fetar, njëkohësisht i japim përparësi dhe shumë lëndëve etike që kanë të bëjnë me moralin e njeriut, dhe kemi aktivitete që zhvillojmë neve edhe jashtë ambientit shkollor, që edhe kjo e bën pak më kreative dhe e bën që nxënësit të ndjehen më mirë, shkaku që bëjmë vizitat në vende të ndryshme ku edhe më pas mundemi të përmendim edhe ato. Mund të na thuani se a keni aktivitete edhe jashtë ambientit të shkollor, të themi, ndoshta në natyrë apo dikun tjetër për të vizituar ndonjë vend e kështu me radhë? Po, patjetër, dhe për çdo aktivitet të cilët neve e bëjmë edhe jashtë shkollës, e kemi duke e titulluar me një gjë. Aktiviteti i parë të cilët neve e kemi bë javën e parë, pra ditën e njëjtë, ka qenë që fëmijët për herë të parë me të gjithë pjesëmarrësit, që numri i tyre arrin 200 nxënës, të vizitojmë xhamit, që janë në qendër të Shkupit, ku me këtë e kemi pasur për qëllim përtej kryerjes dhe angazhimit që besimtarët e bëjnë gjatë ditës, gjatë faljes të tyre, edhe në aspektin historik me e kuptu, a thua vallë çfarë roli luan xhamia në jetën e besimtarit, dhe çfarë roli ka luajtur në të kaluarën dhe ne sot si e mirëpresim atë. Dhe për këtë arsye kemi filluar me xhamin e Isa Bejut. Më pas, në mënyrën e tubuar, të gjithë nxënësit kemi bërë hyrje në qarshi, pra 200 nxënës kemi hyrë në qarshi dhe këtë e kemi titulluar Fëmijët Zëri i Qarshis. Kjo ka qenë tejet e mirëpritur edhe prej esnafit të qarshis, por edhe prej gjithë atyre që ishin prezent turistave, po marrë parasysh kush ishte aty, nga se ne paraprakisht patemi përgatitur edhe disa dhurata. Çdo njeri i cili në të kaluar rastiste aty fëmijët me dhuratat që i kishin në dorë, u shpërndanin atyre, dhe kjo ke diçka shumë e mirëpritur. Nga ana tjetër, pasi që ne bëm hyrje në qarshi, bëm disa vizita në vende kulturore, si qendra kulturore Jet Pasha, dhe për ato i njoftuam nxënësit për historikun dhe rëndësinë e saj, se çfarë roli ka luajtur ndër vite. Më pas, duke vazhduar më poshtë, nga sa aty është edhe çifta hamami, është xhamia dhe është kapanhani. Pra është një treshe e rëndësishme që ne nëpërmjet kësaj u munduam të përcjellim nxënësve se hamami e luan në rolin e pastërtisë trupore, ndërsa xhamia është një pastërti shpirtërore, ku kapanhani ku shkojnë atje është një vend ku në të kaluarën i kanë mirëpritur mysafirët dhe udhëtarët, dhe padyshim që sot ka një rol tjetër, mirë po, nëpërmjet kësaj jemi munduar me përçuar dhe me përcjell këtë mesazh që ka të bëjë ky aktivitet. Pra, Fëmijët Zëri i Qarshis. Zëri i Qarshis, përveç njohjet të xhamive që keni vizituar, gjithashtu ju me fëmijët keni folur, keni mbajtur, besoj edhe ligjërata për figurat e njohura të themi islame. Mund të na thoni se për cilat figura apo të themi në islam që kanë pasur një çfarë ndikimi të themi që janë edhe të përmendur edhe në librin e shenjtë të Kuranit, ne sadopak i njohim, po ndoshta fëmijët ende nuk dinë se cili ka qenë roli i tyre të themi që kanë ndikuar në fejen islame. Edhe qëllimi jonë piknisja e kësaj ka qenë pikrisht që për herë të parë, duke pas parasysh që në moshën që janë ata janë të vegjël, mirë po spaku të kenë njohuri dhe të ballafaqohen me këta emra, ku nesër dikur kur të hinë dhe të bëjnë hulumtime më të thella, në kujtesën e tyre të mbetet po në të kaluarën i kemi ndëgjuar dhe kemi bë hartime, pasi që çdo aktivitet të cilën neve bëjmë, njëkohësisht nëpërmjet vizatimeve, nëpërmjet hartimeve, i bëjmë disa zbukurime që këto më të vërtetë për çdo ditë po mahnitemi me kreativitetin që e kanë fëmijët, që e kanë nxënësit, dhe kjo po na bën shumë të ndjehemi të mirë. Një ndër prej atyre është Avicenna, që është i njohur si Ibn Sina,
është edhe mjek, është filozof, njëkohësisht është një mendimtar shumë i shuar, edhe ne e kemi bë që nëpërmjet këtij të njoftohen dhe të marrin informata në lidhje me avicinin. Gjithashtu është El Haresmi, që njihet si edhe babai i algoritmës, dhe për këtë arsye edhe me El Haresmin i kemi njoftuar atë. Janë disa emra tjerë si El Biruni, El Razi, që të gjithë një nga një prej këtyre ata kanë marrë informata në lidhje me historikun e tyre, me veprimtarinë e tyre, por njëkohësisht me atë të cilën munden me e bë pjesë të jetës së tyre. Shumë mirë. Programi i neteve kulturore zhvillohet për këta dy. Ta mund të na tregoni se si vjen edhe ky program, çfarë kemi në këtë program? Po, pasi që ne mund të them që muajin korrik dhe muajin qershor u kushtojmë këtyre aktiviteteve, nga se fëmijët mësimet e tyre që i kanë bën në vazhdimsi, nëpërmjet neteve kulturore i kurorëzojnë me garat e tyre që i shfrytëzojnë me njëri tjetrin. Nga se këtu është një quiz i diturisë islame në netet kulturore që zhvillohet. Kjo ka qenë mbrëmje, nata e parë që e kanë zhvilluar këtë. 25 pjesëmarrës kandidat kanë qenë, prej atyre 12 janë përzgjedhur dhe kanë marrë pjesë në garat e quizit islam të diturisë. Këtu ilmi hali, pra njohuritë bazike fetare, që janë të përfshirura brenda atij librit, që është e botuar nga Myftinia e Shkupit, fëmijët përgjatë vitit vetëm se i mësojnë dhe i lexojnë ata. Mirë po, nëpërmjet këtyre garave, ne e bëjmë edhe përzgjedhjen, se sa janë përkushtu dhe sa kanë qenë aktiv dhe sa kanë qenë të aftë të bëjnë mirëkuptimin atyre teksteve që gjendet brenda ilmi halit, dhe nëpërmjet kësaj ne e bëjmë një quiz islam dhe më pas e zgjedhim vendin e parë, vendin e dytë dhe vendin e tretë. Mund të themi se ditën e premte është edhe nata përmbyllëse të themi të neteve kulturore islame dhe shkollës verore, nëse nuk gaboj që është ditën e premte. Mund të na thoni se cili është qëllimi i këtij manifestimi? Vetëm të cekë edhe këtë se të netet kulturore, pra kjo është 2 natë radhazi. Nata e parë ishte quizi i islam dhe nata e dytë që do të jetë sonte është bukur leximi, bukur këndimi i Kuranit, bukur leximi, interpretimi i ilahive, si dhe që do të bëhet nga ana e fëmijëve, ashtu? Po, pikërisht fëmijët do të jenë pjesëmarrës aty dhe njëkohësisht do të jenë edhe për bukur këndim të ezanit, të thirrjes të ezanit, dhe më pas edhe këto do bën ato kualifikime ku do të zgjedhet më i miri. Për këtë arsye në ditën e premte e kena përzgjedh që të jetë dita finale, ku edhe finalistët aty shpallen dhe u jepën dhurata, por njëkohësisht edhe ata të cilët kanë qenë pjesë e shkollës verore 2026 përgatisin një shfaqje që ajo mund të them që është maja dhe kulminacioni të gjitha angazhimit dhe projektit të cilët neve e bëjmë brenda ambientit të shkollës, po është e paditur për të njerëzit. Në këtë mbrëmjen finale, me shfaqjen dhe me përgatitjen që i bëjnë ata, dhe me ekspozitat, se i kemi edhe disa ekspozita që i paraqesim në atë ditë, vë në dukje dhe bëhet e qartë dhe për njerëzit se më të vërtet brenda kësaj kohës këta u pan angazhu, pan bë diçka. Do shihet puna e fëmijëve gjatë kësaj shkollas. Shumë e vërtet, po. Ajo është dita, nata e fëmijëve në fakt që ata kanë bë paraqitjen e tyre dhe kanë mu shfaqje. Mund të na thoni se si ndërthuren mësimi, argëtimi dhe edukimi në programin e shkollës verore? Gjëja e parë padyshim që është thash kreativiteti. Pra ne e kemi për qëllim që një fëmijë mos të mbetet i zhvilluar në një aspekt dhe në aspektin tjetër të jetë i mangët. Për këtë arsye ne mundohemi me bëj një kompozicion të përbashkët, pra ata edhe me u dhonë dituri, edhe me u dhonë njohuri, po njëkohësisht me i bëj edhe që të mendojnë, të zhvillojnë edhe ato kreativitetin e tyre, që thash në shumicën e rasteve po mbetemi shumë të mahnitur dhe shumë gojhapur në punën dhe në angazhimin që ata e bëjnë.
Në fëmijë, do me thënë. Atëherë, kur jemi tek fëmijët të flasim edhe më shumë, sa rëndësi ka që fëmijët dhe të rinj të themi të kalojnë në pushimet verore, në aktivitete edukative dhe ato formuese? Edhe pse pushimi është pjesë e jetës, që çdo kush e ka për qëllim që ta ketë një orar ose një kohë ku ai don të pushon, mirë po ndonjëherë kohëzgjatja e tepërt e pushimit e shndron në një njeri përtas dhe kjo asesi nuk duhet të jetë e pranueshme për neve. Për këtë arsye ne afër pushimeve të cilët do të zhvillojmë dhe do të bëjnë atë, kohën e mbetur ne kemi për qëllim me përmbush me shkollën verore. Dhe kjo ka qenë synimi dhe qëllimi kryesor që ne mos të lëjmë të vetmuar me celularet ose mos të lëmë të vetmuar në vetminë e tyre që shpesh herë po na bje të shohim dhe të jemi dëshmi e asaj, dhe për këtë arsye ne nëpërmjet këtyre aktiviteteve dhe shkollës verore e të i kalojmë dhe e përmbushim atë që të kenë më shumë punë, aktivitet dhe angazhim. Ju në fillim e potencua që interesimi i nxënësve të themi për të regjistruar në shkollën verore në Myftininë e Shkupit është goxha i madh. Mund të na bëni një krahasim nga viti i parë deri më tani? Ju e potencua që është viti i tretë që organizohet një shkollë verore. Sa ka qenë interesimi i pjesëmarrësve në këtë shkollë? Kum pas fatin që t'i ndjeki 3 procese të radhasi. Kur kemi filluar në fillim për herë të parë, padyshim që ende nuk ishte aq. Do të s'kanë qenë shumë të informuar. Sakt, nuk kanë qenë aq të informuar dhe për këtë arsye interesi nuk ka qenë edhe në nivel, mirë po ka qenë i mirëpritur edhe për atë kohë. Vitin e kaluar numri i nxënësve ishte 124 nxënës, ndërsa këtë vit ne që i kemi pranuar ka qenë 200. Mirë po kërkesa ka qenë 200 e sipër. Mirë po për shkak ambienteve dhe për shkak programit. Keni kapacitet. Po, që nuk kemi dashur me të i kalu atë, jemi mjaftuar me 200 nxënës, ku është edhe një rësi brenda kësaj, se vitet e kaluara kemi pasur vetëm nxënës shqiptafalës, mirë po këtë vit kemi një klasë që kemi hapur edhe ata të cilët flasin gjuhën turke, si dhe ata të cilët flasin gjuhën bosnjake. Dhe më thënë ka pasur edhe të etniteteve tjera. Po, patjetër. Atëhere, mund të na thoni se sa kanë ndikuar këto aktivitete, të gjitha këto tek fëmijët? Keni parë të themi reagimet e tyre? Për çdo ditë që kemi mësim po na vjen me pa reagimet e tyre që janë shumë të lumtur, që janë shumë të gëzuar, meze prisin që të vinë edhe të jenë pjesë e kësaj shkolle. Për vit dhe nga viti tjetër, për çdo vit në thrasin, a ka me pas mundësinë, a ka me pas shansën që edhe vitin tjetër të jenë pjesë e kësaj shkolle. Pra me të vërtet nxënësit janë shumë të mirëprit, e kanë mirëprit dhe janë të mirëseardhë dhe prej neve, dhe për këtë arsye për çdo vit ne jemi dyshku në rritje e sipër. Prej çfarë moshe mund të jenë pjesë e shkollës verore dhe deri kur është ai limiti i nxënësve që mund të bëhen pjesë? Kjo ka qenë një ndër prej arsyeve që thash jemi limituar me 200 nxënës, shkaku që grup mosha që ne i pranojmë është 9 dhe 12. Pra duhet të jetë 9 vjeçar deri në 12 vjet që të ketë mundësinë të regjistrohet dhe të jetë pjesë e shkollës verore. Ata të cilët janë më të rritur, për momentin për ata nuk kemi ndonjë aktivitet. Mund të na thoni, a ka programe të veçanta që nxisin kreativitetin, punën në grup dhe zhvillimin e aftësive sociale të nxënësve në këtë shkollë verore? Ju sadopak na informuat me programin që keni pasur aktivitetet me fëmijët, po pak më gjerësisht të flasim. Një ndër prej atyre mundemi me cek kur e kemi pas një vizitë në Vatrat e Dijes, si medreseja Isabeu, po ashtu edhe Universiteti i Shkencave Islame. Në këto dy vende kemi pasur vizita, ku nxënësit i kemi njoftuar me ambientet ku zhvillohen shkencat fetare dhe njohuritë fetare. Mirë po, ne nuk jemi mjaftuar me këtë, pasi që ata kanë bërë vizita në këtyre vendeve, aty edhe disa punime, disa vizatime të cilët i kanë bërë. Nëse do të kisha pas mundësinë edhe nëpërmjet fotove mundeni me pa atë. Nga ana tjetër kemi edhe punime kaligrafike.
pra nxënësit vinë aty dhe e kanë hapësirën dhe e kanë mundësinë që me bë kaligrafi, me bë zbukurime dhe të jetë punimi i tyre personal që nesër dikur do të mbetet e personalizuar dhe kujtim i mirë prej familjes. Se nga sa ato i bëjnë ato përgatitje dhe më pas ne japim atyre. Mund të na thoni se si e vlerësoni ndikimin që kjo shkollë ka pasur tek pjesëmarrësit ndër vite, nga viti i parë deri tani? Ndoshta ka pas ndoshta edhe fëmijë që kanë qenë në vitin e parë dhe kanë kërkuar përsëri që të jenë pjesë e kësaj shkolle verore. Sakt, është numri kogja i atyre nxënësve që e kanë ndjekë më herët dhe njëkohësisht edhe këtë vit janë ndjekës të shkollës verore. Mirë po, këtë vit edhe ju kemi dhënë përparësi edhe atyre të cilët nuk kanë qenë, pasi që ta kenë mundësinë për herë të parë dhe ato të bëhen pjesë e shkollës verore. Reagimi i tyre gjithmonë është i mirë dhe gjithmonë është i mahnetës, nga se thash afër mësime që i marrin ato edhe me aktivitete që zhvillohen dhe për fund me shfaqjen që e bëjnë, kjo i bën të lumtur dhe të gëzuar ata. Mund të na thoni se çfarë dallon këtë edicion, këtë shkollë verore nga vitet e kaluar? Ka diçka më të veçantë? Po, ajo e cila e bën pak më të veçantë është kjo pjesa që tham këtë vit jemi mundu me i përfshi edhe dietarët islam, që për çdo vit përzgjedhim tema të caktuara, ku nëpërmjet asaj e kemi një qëllim, një synim që duam me arrit deri tek ata. Këtë vit e kemi bërë këtë dhe risia tjetër ka qenë edhe pse ne në kohën ku jetojmë i kemi të paketuar edhe të gatshme shumë gjëra me të cilët neve ushqehemi dhe nuk e kemi shumë të qartë të thu çysh është para përgatitja e tyre derisa neve të na sjellet para sofrës ose para gjëjes të cilët neve jemi të ulur. Për këtë arsye këtë vit e kemi bërë edhe një vizitë në fabrikën Tiamo në Saraj. Pra i kemi qu fëmijët atje edhe e kanë pa atë procesin që nga hapi i parë dhe deri në paketimin e gjërave si haje, pije, sugjuki, pra dhe gjëra tjera, që zhvillohen këto dhe për këtë arsye edhe kjo ka qenë shumë kreative dhe shumë diçka e mirëpritur nga ana e nxënësve. Nga ana e nxënësve, mund të themi që ju është dukur interesant të futen me një fabrikë dhe për të parë nga afër punën e tyre. Sa e rëndësishme është që institucionet fetare të organizojnë aktivitete kulturore dhe edukative gjatë stinës verës? Mund të themi jo vetëm gjatë verës, por edhe gjatë stinave tjera ose gjatë ditëve tjera. Pasi që parimi jonë është në shërbim të jetës fetare, gjithë shka që ka të bëjë edhe me kulturën, edhe me historinë, por edhe me ekzistencën e neve këto si institucion fetar, ne jemi gjithmonë të hapur dhe bashkëpunëtor në këtë drejtim. Për këtë arsye e vlerësojmë shumë dhe mundohemi që për çdo vit të krijojmë diçka që më herët ndoshta nuk është punu dhe nuk është vepruar në atë drejtim, dhe ne të sjellim mundësi dhe hapësirë për të gjithë ata që janë të interesuar. Mund të na thuani se a ka pasur bashkëpunime me institucionet ose organizata të tjera në realizimin e programit? Ju e potencuar që keni vizituar edhe medreset, edhe Universitetin Fakultetin e Shkencave Islame, ndërsa me organizate tjera keni pasur bashkëpunime? Apo prisni edhe me myftinit e tjera në të ardhmen, pse jo fëmijët të kenë një bashkëpunim tjetër? Plan afatgjat që duam të realizojmë, pa tjetër që është edhe një ndër prej atyre planeve, është edhe kjo që e cekët edhe jo, ku në vende të ndryshme, pra mos me kufizu vetëm me Shkupin, po edhe në vende tjera të zhvillohen, edhe më pas të kenë një vend takim të përbashkët, ku besoj që atje do të del diçka ndoshta shumë më interesant se sa jo që e kemi përgatitur deri tani. Shumë bukur. Mund të na thoni se çfarë do të veçoni si sukses më të madh gjatë këtyre 3 viteve të kësaj shkollës verore që organizohet nga Myftinia e Shkupit? Ajo e cila kisha veçu dhe kisha pasur një sukses është kur ne i shohim bashkëpunimin e nxënësve. Tham edhe më herët që e përmendëm në kohë ku jeta po kthehet në vetmi dhe shpesh herë ato
mërzit edhe brengat tona familjare njerëzore, po janë që fëmijët po veçohen dhe po vetmohen shumë, nëpërmjet këtyre aktiviteteve ne kemi arrit me i bashku dhe kemi arrit me i socializu, me i bashku dhe që të jenë për një të ardhme më të ndritur të punojnë dhe të bashkëpunojnë. A planifikoni që të ardhmen të zgjeroni edhe më tej programin më shumë? Po, ajo edhe pak më herë që e përmendëm, pasi që ne edhe me myftëni tjera ose në rajonet, në vendet tjera kemi për qëllim me e realizu, njëkohësisht synojmë dhe kemi për qëllim që edhe përmbajtjen e saj me e pasuru dhe me zgjeru më tepër, që edhe mësimdhënësit në fakt edhe edukatorët të cilët janë pjesëmarrës të shkollës verore, i kemi 4 vajzë dhe 3 djemë, që në përditshmërinë e tyre ato mirën me fëmijë. Pra, në mektebet, në ambientet e xhamis, ata vetëm se punojnë dhe për çdo ditë janë aktiv me fëmijët, dhe ne për këtë arsye bëjmë përzgjedhjen atyre dhe kur vinë për me majtë në shkollën verore, nuk është diçka e huaj për ata, po vetëm se janë të mësuar, mirë po këto kemi edhe gjëra tjera që u ashtojmë atyre. Mund të na thoni se cilët janë planet e Myftënisë së Shkupit për aktivitetet e ardhshme me të rinjat? Një ndër prej planet që ne e vlerësojmë dhe dje që e kemi titulluar është që dia të kthehet një pjesë e jetës tonë. Pra, një njeri për me arrit suksesin dhe për me arrit me kuptu botën, për me kuptu dhe me dhënë kuptim botës, nëse ai rrin larg leximit, nuk është e mundur të realizohet kjo. Për këtë arsye ne, një ndër prej qëllimeve kryesore, do të përkushtohemi edhe më tepër në botimin e librave, në botimin e librave në veçanti që kanë të bëjnë me sferën dhe me periudhën e kësaj grup moshe 9-12, por edhe më të rritur. Mendoni që një shkollë verore e tillë të rrit pak edhe moshën të bëhet edhe për nxënësit e shkollave të mesme që të bëhen pjesë? Besoj që kjo do duhet të realizohet në të ardhmen, mirë po dohet me i prit që edhe kushtet të krijohen, ambientet të jenë të përshtatura, se nuk mundi me kufizu detyrin në një grup mosh. Çdo njeri do ta ketë mundësinë që ai të mund të mëson dhe të mund të shfrytëzon këto benefite dhe këto mirësi. Patjetër. Dhe çfarë mesazhi mundoheni të përcjellni ju nëpërmjet këtij manifestimi për mbylljes që do të jetë edhe ditën e premte? Një ndër prej mesazheve të rëndësishme që e kishmi vlerësu është që kur bëhet shfaqja teatrale atë ditë, nga se mos të shndrohemi apo mos të jemi njerëz të cilët mbyllemi në një gjë dhe për zhvillimeve të cilët bëhen gjatë kohës ne të jemi të paditur ose neglizhent ndaj atyre. Për këtë arsye kemi qëllimin edhe prindrit të mbledhen të vinë aty, po njëkohësisht ta shohin edhe punën e fëmijëve të tyre dhe punën e edukatorëve, angazhimin të cilën e kanë bë me ata fëmijë, ku këto ka shumë mysafir të veçantë të thirrur, edhe prej komunave të tjera, po edhe kryetarë të komunave të ndryshme që vinë dhe janë prezent në shfaqjen e këtij manifestimi. Do të thonë ditën e premte është shfaqja në Qershinë e Vjetër tek sheshi Skënderbeu, ashtu mos gaboj? Sakt, në orën 20:30. 20:30. Të gjithë ata të interesuarit të mund të ndjekin një program të begatshëm, me lexim të Kuranit, me ilahi të ndryshme, nga të gjitha këto do të realizohen nga fëmijët të cilët gjatë kësaj shkollës verore që kanë bërë, do paraqesin dijen e tyre, gjitha këto punime që keni bërë ju me punën e tyre. Dhe në fund, cili do të ishte edhe mesazhi për vitin e ardhshëm për gjithë ata prindër të cilët ndonjëherë hamensojnë për fëmijët se aty regjistrojnë në një shkollë verore që organizohet nga Myftënia e Shkupit? Një që e kisha veçuar dhe kisha përmend është nëse do të prezantojnë në shfaqjen atë natë dhe do e shohin se sa ja vlen dhe se sa është më rëndësi që edhe fëmijët e tyre të jenë pjesë e kësaj shkolle verore dhe asesi nuk duhet hezituar. Gjëja tjetër, ne jemi institucion që e përfaqësojnë institucioni më i lartë që e përfaqëson ecurinë e fetare në Shkup dhe Mëgjer. Për këtë arsye ata duhet të jenë të besuar
dhe duhet të jenë pa asnjë dyshim dhe ta sjellin fëmijët e tyre që edhe ata të vinë të bëhen pjesë e shkollës verore. Ju faleminderit edhe njerë që ishit pjesë emisionit tonë Ritmi i ditës, ku dha shumë informacione lidhur me shkollën verore që organizohet nga Miftynia e Shkupit. Shpresoj që vitin e ardhshëm të gjeni një ambient më të madh, pasi që edhe interesimi i fëmijëve edhe i prindërve për t'i regjistruar fëmijët në këtë shkollë verore çdo vit rritet, dhe shpresoj që në të ardhmen do të keni hapësirë ndonjë objekt më të madh për t'i pranuar të gjithë fëmijët. Faleminderit, edhe unë e vlerësoj shumë, faleminderit që na e dhat mundësinë edhe një herë. Këtu nuk kisha dashur ma na shkalu, po mos më falenderoj edhe komunën e Çajirit, pasi që neve na e bën të mundur vitin e kaluar të shkolla fillore Liria i kemi realizuar këtë projekt, ndërsa këtë vit jemi të shkolla fillore të FEJUS, pra për çdo vit neve na çelën dyert e shkollave dhe na ofrohen mundësi për bashkëpunim. Dhe për këtë arsye kisha falendëruar komunën e Çajirit për këtë. Ju faleminderit edhe një herë. Unë edhe një herë shfrytëzoj rastin për t'i bërë ftesë të gjithë shikuesve, të gjithë qytetarëve të vendit, të cilët duan të shohin një program të begatshëm pikërisht në Qarshinë e Shkupit, tek sheshi Skënderbeu, ditën e premte në ora 20:30 nga Miftynia e Shkupit, me fëmijët të cilët do të kemi një program goxha të bukur, dhe shpresoj që do i ndjekim nga afër për të parë punën e tyre, këndimet e tyre, ilahit e tyre dhe recitimet e librit famëlar siç është Kurani.